gjysa e shqiptarëve nuk kanë sukses, as nuk kanë me pas kur. Kjo shihet shumë mirë në për gastronomi. Shqiptari ti ngjek krejt kafet e qytetit, krejt pronorët, krejt kamarierat me emër, mbi emër, bobe non koni kanë, qaq mirë e din që edhe me do, shoqnisht me non i shon. Nonën jau qifra. Këtë për hajgore, kjo dihet. A më masi që jo knosh tani në fund, vjen punat e pagesa. I pini busit 3 kafe, ja lyp fakturën kamarierit, 3 kafe ka 60 cent bojnë 1,80 €. Ja jep 2 euro. E vend se me alon 20 cent bakshish me abot miren, shkën ja zgot durin. Se zotit tënat mirat në këtë dunjo t'i kthen. Po kur ti mut, nuk len me po sukses kur. E tash mos thuj që s'ki pore, milion bakshish 20 cent, se që s'ki, rrin shpi. Që ti komt në tavolin, dhe dhe televizorin me një pudhë, vap, edhe ja bën gruz. Oj ti grua ke gatu, pasha besën kom harru. Oj ti gru, apo ma qet një kope. S'ki nevoj me dol në për gastronomi, mi bo keq, ti kujna asen. Vish me nejnë shpi edhe për vejti me thy. Si zotni, s'ki qa del ashtu, kur si kish 20 cent për kamarierin. Që kështë menimi jem, une, prum këm qef me nejt me pleq, me njerës mat vjetër, ju që s'kom shuqnin mushën teme, po prej ty në mësën sene që si mësën kërkun hiq. Kur fulin t'i qyt prej provuje, ju prej TikTok që shtu si kërune. Një sen që e kam mësu prej një Gjermoni, pak maj vjetër që ju konë, më kam e shumë në kry. Ma boni, kur t'kjet dikush me hongër, e aj ko qef mi pagu, kur mos e merë senin ma shtrajt në menu. Unë e tu menu, po kjo bol mira paska. Se nuk është puna, aj ko poret aja ju. Puna është qëfar njeri jeti. Para menu të thirë dikush, e ti direkt po këshyre, qa është ma shtrajta në menu. Kjo është sen, diqy pa kulturë, sen e rrugve. Një burr me karakter nuk munduhet me nxjerr maksimumin prej xhepit tjetrit, po e respekton gjestin. Edhe besom një karakteri nuk duket veç në senet mdoja, po karakteri që shtu duket në senet vogla, që shumica nuk i vren hiq. E që kjo është një mësim që prej tina e kom bo rregull në jetën teme. Respekti nuk lypet, po respekti fituhet. E shqiptarit që del në gorbet, për mu s'ka qare pa i pos 2 ftyra. Ju kështu 2 ftyra si dallavergji, ju e qfarë? Po kështu njona jashtë, njona mrena. Jashtë, në shtetin ku jetu, duhesh mu integru, duhesh me mësu gjuhën, mi respektu ligjet, me punu edhe mu sjell si njeri normal. Nuk mundesh me nejt 20 vjet në Gjermani, edhe me prit krejt shtetin mu përshtot me ty. Ti e ardh këtu, e ti duhesh mu përshtot. Problemi është ata që e teprujnë, e harrujnë krejt kush jon. E harrujnë gjuhën, i harrujnë traditat, harrujnë prej ku jonor, e për mu ato gabujnë. Unë e këtu kom lind në Gjermani, edhe kom qef gjithë vish me shku në Kosovë. Në menimin tem, si më shel dyrët e shtëpisë tone, do është më konë shqiptar, albana. Fol shqip me fëmijët tu. Fol shqip se je shqiptar. Moj traditat shqiptare, kallëzoje fëmijëve prej kohët je, se që s'jam së ti, s'jam së kërkushi. Mund është më konë integru 100% shtetin ku jeton, edhe apet më konë shqiptar. Këto janë 2 sene që nuk luftojnë njëna me tjetrin. Një shqiptare që punon, respektuhet, e flet gjuhën e vendit edhe e kryen punën si që duhet, ja rrit vlerën edhe vetit edhe krejt shqiptarëve që jetojnë gorbet. Po kur vjen shtëpi, mos e harro kur kush je. Se prej ardhen tone kur e hub edhe i pjes të vetvetes. A është qashtu? A është qashtu? Është një shprehje që nuk ekziston, po është e vërtet, se çdo familje e ka një dojë të kallët. Unë e besoj që ton pineve e kem janë një dojë, janë një miq që është tepër i trend. Ai dojë që shkon nëpër diskoteka edhe kur i ka 5-60 vjet. Ai doja që i ka furet më të furtat në takime familjare. Ai doja që kur ja nis tosma e ai halos ka ardh, ton vesin ku është ai, kur po vjen. 20 vjet më i vjetër me kon, apet në kryes si fëmijët. Kjo është më e interesantja, ai doja kur nuk floket. Vitet shkojnë tu kalu, flok shkojnë tu i zbardh, po ai mbeti njëjti. Gjithë ka energji, gjithë e kop një llaf që është interesant, e ka një historie. Edhe me thon drejt, familja pa çat tip, diqyr bëhet monoton tepër.
ajo është diçka shumë special, se ata njerëz e mojnë atmosferën gjallë. Najherë edhe nervozojnë se fulin pa lidhje, po kur mungojnë, diqysh nuk është e njëjta. Për që ata, doja jem të dua shumë. E keni po një sen, s'ka lidhje so je i furt, s'ka lidhje so pore ki. Krejt kena qef një dit boba me thonë, djali jem krenor me ty. Për mu që ajo fjallë vlen ma shumë se shumë sene tjera. Edhe po ju thëm drejt, dhimbja ma e ronë nuk është për mu kur qon dikush jashtë që nuk e ngje. Letë më shohën mërë sot dënë, dhimbja ma e ronë është boba, kur e shep boben tën t'i dhnushëm prej teje, që ajo të sulmon ndryshe, rinë në kry, rinë në zemër, si me ta shtirë thike në shpin dikush. Edhe nona kur mërzitet dhem shumë, po nona diqysh ka emocione, nonës i ndudh pesh mu i dhnon ty, po nona edhe ta fol shpejt, se nona të dën pa fund, nesër e harrën, po bobës një idhnimi i rinë në zemër, shumë gatë. Idhnimi i bobës për mu është tjetër sen, se fjale e bobës për mu është pak ma e ronë me të vërtet, se ti mund është mini 100 fjallë për tjerve e stanin hiq. Kur të thot boba një fjallë me zemër thyme, ta len krejt trupin diqysh mu të rridh pejsikletit. Kur e shen sy që është boba jut me ty krenore, që ajo është një për ndjena më të mira që ekzistojnë këtë jetë. Krejt që i këm mermi, po bilet që to lema. Se respekti për bobën e për nonën nuk të bën ma të vogël, po të bën ma burr. Që kjo është menimi jam. Diqysh një trend që s'po m'pëlqen hiç, kjo boba pe suporton qiken për gjithë shka. Edhe para se dikush me m'keq kuptu, ngoni njerë mirë që apo jo thëmë. Se nuk e kom problemin që femna e tuna jënë të bukra. Vetë kom qef shqiptarët me konë ma të bukrat në këtë jetë. Po, se mu prezentu diqysh këtu si e pa moralshme, për në me nuk e kuptoj. Edhe ma keq kur pesho babalokun të e përkroh qiken, bravo qika jam, 1000 lajka, edhe shumë komente të burra tuj. Për mu bobo është aty me mbrujt vojzen, me jam su vlerën, me arrit respektin për vetë vetën. Ju me këthyn spektakull për internet e me reshu ploka për to. Bukuria nuk ti që veshesh edhe silesh me klas. Për kundrasi, një femër që e respekton veten, s'ko nevoj me akallzu kërkuj bukurin e sajnë. Supporti duhet me pos kufi dhe dikun, edhe që e dën vojzen tone, mos i leni mu fliq vojzat, se na i murën tyre neve tonve krejt qiptarve. Ka thonë një huq, vojzat ta zbor tjetën, pasha Allahin, ka thonë. Kush ka thonë? Unë e këmë thona? Pa çfarë thonë e vëlla? Kjo është e vërtet, që e mësën mirë, e kur e len mu rrit që shdon ajo, ju për që ta ndin jetën, po dhe ta merë pëtyre në bës. Për mu, nëse ecim këtë drejtim, kiameti nuk është largë mo. Qa menoni ju për këtë punë?